Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 23 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Pas konstituimit të kuvendit, formimit të qeveris, miratimit të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe buxhetit shtetëror, tashmë ka filluar numrimi mbrapsht për zgjedhjen e kreut të shtetit. Ligjvënësit duhet ta votojnë deri më 4 mars emrin e presidentit për mandat të ri. Në të kundërtën, vendi shkon në zgjedhje të reja. Ndonë se kanë mbetur edhe 10 ditë kohë, zyrtarisht konsultimet mes partive politike për këtë temë me rëndësi nuk ka nisur ende. Njohësit e rrethanave politike e kushtetuese tërheqin vërejtjen se skena politike po vonohet në këtë temë. 10 ditët e fundit, Kosova përmbylli proceset të jetë rëndësishme nga konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë së re, miratoi marrëveshjen ndërkombëtare si dhe buxhetin për këtë vit. Ndërkohë, përpara ka edhe një sfidë, ta zgjedh kreun e shtetit. Është folur për nisjen e konsultimeve bashkëpunimit ndërmjet të gjitha partive dhe një marrëveshje në drejtim të një emri për shefin e ri të shtetit. Megjithkëtë, nga këndvështrimi i njosëve të fushës, kjo klasë politike, pozit dhe opozit po vonohet drejt nisjes së debatit për çështjen e presidentit. Baraliu vënë pas se opinioni publik ka nevojë për më shumë transparencë, ndërsa partitë politike nuk duhet të rrezikojnë vendin më me një blokadë radhës që mund të çojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Do duhej, ashtu siç edhe është premtuar nga kryeministri i rikonfirmuar, që do të jetë prioriteti i radhës pas konstituimit të kuvendit dhe themelimit ose formimit të qeverisë, që do të jetë çështja e diskutimit për çështje në marrëveshtore me partitë tjera politike, domethënë të opozitës. Kjo nuk po ndodh dhe është vërtet është jo vetëm e çuditshme, por edhe e dëmshme, për të mos thënë e papranueshme, kjo heshtje, sepse opinioni publik don që të ketë më tepër transparencë, më tepër debat për kandidatët nga kushdo që mund të propozohen, që i bën 30 nënshkrime deputetëve, qoftë nga njëra anë ose ana tjetër. Ndonë se konsultimet nuk ka nisur ende, të paktën jo zyrtarisht, mbetet të shihet nëse kjo seancë për zgjedhjen e presidentit do të mbahet deri më 4 mars. Thirrja e seancës për zgjedhjen e presidentit mund të jetë fund muajit shkurt, por mund të jetë edhe fillim të marsit. 1, 2, 3, 4 mars dhe pastaj përfundon ajo me datë 4 mars zgjedhja e një presidenti, ajo është që mbetet të shihet në seancë nëse ka dëshmëri dhe mandat politik të partive politike me zgjedhje presidentit. Mund të fillojë procedura, por edhe mund mos fillojë fare, varësisht nga natyra dhe dinamika e zhvillimit politik. Që një emër të kandidohet për president duhet të sigurohen të paktën 30 nënshkrime të deputetëve dhe po ashtu 2/3 e votave në kuvendin e Kosovës me gjithsej 120 ulse. 80 deputet prezent në sallë e bëjnë koorumin e nevojshëm, ndërsa nëse në 2 rrethet e para të votimit një kandidat nuk i siguron 80 vota, atëherë në votimin e tretë mjaftojnë votat e 61 deputetëve. Vetëm një ditë pasi qeveria e Kosovës në mbledhjen e saj të dytë mori vendim për ta themeluar Këshillin Shtetëror për shënimin e 28 vjetorit të epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-s sot bëri të ditur se kanë themeluar Këshillin Organizues për shënim të epopesë UÇK-s. Në njoftimin e organizatave të luftës të publikuar në rrjetin social Facebook, bëhet e ditur se ndër anëtarët e këtij këshilli janë edhe Hysni Gucati, Ali Ahmeti, Fadil Shurdaj, Agim Çeku, La Ibrahimaj, Ahmet Isufi, Raman Rama, Nuredin Lushtaku, Latif Gashi e Rustem Berisha. Në këshillin organizues që e themeloi qeveria, kryesues do të jetë Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci, bashkëkryesues Ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare Andin Hoti. Ndërka Shkurti e ka emëruar antar të këshillit edhe kryetarin e komunës së Skënderajt, Sami Lushtakun. Në mesin e antarëve të tjerë të votuar në qeveri është edhe një përfaqësues nga organizatat e dala nga lufta e UÇK-s. Pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë marrë pjesë në stërvitjen ndërkombëtare Dynamic Front që u zhvillua në Gjermani. Siç thuhet në njoftimin e publikuar në Facebook, qëllimi është që të
sigurohet që forcat e NATO-s të jenë të pajisura me kapacitetin për të kryer mbështetje zjarrvënëse vdekjeprurëse në betejat toksore. Antarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës ngarkojnë një predhë mortaji gjatë stërvitjes me zjarr të vërtetë si pjesë e ushtrimit të postës së komandës Dynamic Front në zonën e stërvitjes Garemvohe, Gjermani më 7 shkurt 2026. Qëllimi është të sigurohet që forcat e NATO-s të jenë të pajisura me kapacitetin për të kryer mbështetje zjarrvënëse vdekjeprurëse në beteja toksore në shkallë të gjerë në gjithë Evropën, thuhet në njoftim. Vazhdojmë me lajmet tjera, përveç shitjes së barnave pa recetë, dukuri kjo mjaft shqetësuese, abuzimi me qytetarin është i dukshëm edhe në shitjen e barnave të shumta përmes internetit. Madje në internet gjen faqe të shumta ku pa as edhe një kontroll shiten barna e suplemente nga më të ndryshme shoqëruar edhe me reklama të shumta. Përveç tjera, shumë nga këto barna llogaritën shpesh si të rrezikshme për shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Alban Selimi sjell detajet. Në Kosovë sot mundesh me blej laçe përmes një klikimi në rrjetet sociale nga personat të cilët pos nuk u dihet adresa, nuk kanë as përgjegjësi e as autorizime për të tregtuar me produkte të cilat ata i shesin shpeshherë online dhe i dërgojnë te klientët përmes postës. Kjo po e bën një paralele të tregtimit të produkteve farmaceutike me barnatoret e të cilat kontrollohen megjithatë nga Agjencia për Produkte dhe Pajisje Mjekësore. Ky është ilaçi origjinal për largimin e gurrave në veshk e idhes. A keni pasur ndonjëherë problem me mykun e thonjve? Reklama si këto mund t'ju duken bindse, posaçërisht nëse keni një problem shëndetësor. Mirë po profesionistët shëndetësor thonë se këto produkte mund të jenë edhe të rrezikshme për shëndetin dhe jetën. Fenomeni i shitjes apo i promovimit të suplementeve në rrjetet sociale, si kur shëron shumë smundjet, është një fenomen mjaft shqetësues, i cili rrezikon në mënyrë të drejtë për drejtë shëndetin publik të qytetarëve dhe qytetarët apo pacientët duhet ta kuptojnë që suplementet nuk shërojnë sëmundjet. Për Mantel Bardhat, është absurde që një ilaç që përdoret për trajtimin e gurve në veshka të përdoret edhe për trajtimin e gurve në idhës. Se mund të shkaktoj pikës pari një olecititet akut për shkak zvogëlimit të zbërthimit të guralec apo gurve në idhës, duke kaluar në rrugë biliare, një kter mekanik mund të shkaktojnë, që është një patologji bukur e rëndë. Atutje mund të shkaktojnë një pankreatit, që shumë jetë kërcënues është pankreatiti akut, i të rrezikshëm. Do të thonë asesi të përdoret kësi lloj preparate për shirjen e gurëve në idhës. Sa persona që janë me diabet, ndoshta çaj lloj ilaçit e ka një përbërës i cili ja ngrit vlerat të sheqerit. Ato nuk e din. Ndoshta dikush që ka një pengesë tjetër ose të e marr një ilaç tjetër, nuk e din që çaj ilaç mund të pas kundërndikim me ilaçin tjetër që është e përdorur. Ndërkohë që produktet të dyshemta e plot rrezik janë në dorë të qytetarëve, institucionet përgjegjëse hedhin përgjegjësinë tek njëra tjetra. Në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, që sipas Ministrisë së Shëndetësisë mbajnë përgjegjësi për mbikëqyrjen e suplementeve mjekësore, thonë se kanë kompetencë vetëm sa i përket barnave dhe suplementeve veterinare. Inspektorati farmaceutik i Ministrisë së Shëndetësisë, në një përgjigje me shkrim, nënvizon se barnat mund të shiten vetëm përmes recetës në barnatore të licencuara, ndërkohë që sipas policisë është përgjegjësia e inspektoratit të merr veprime për kontrollin dhe ndëshkimin e të gjitha veprimtarive shëndetësore. Përgjatë aksioneve të policisë vitin e kaluar, janë arrestuar persona përgjegjës për falsifikimin e produkteve, duke përmendur suplementet kollagen peptides. Sipas inspektoratit farmaceutik, pos ngritjes së kallëzimeve penale, masat për veprimtari të tilla të palegjshme parashojnë edhe gjoba nga 2.000 deri në 20.000 euro. Vendimi për ndryshim orari për shkak të Ramazanit në shkollat e kryeqytetit ka nxitur reagime të ndryshme. Komuna e Prishtinës thotë se ndryshimi u bë me kërkesë të prindërve dhe pa i prekur orët mësimore.
por jo të gjitha shkollat kanë mundur të zbatojnë këtë riorganizim, ndërsa ekspertë të arsimit dhe jurist kanë qëndrime të ndara për aspektin ligjor dhe kushtetues të vendimit. Nga e premtja, Drejtoria Komunale e Arsimit në kryeqytet ka ndryshuar orarin e procesit mësimor për shkak të muajit të Ramazanit. Mësimi nisi përfundon më herët. Me këtë vendim, mësimi nis në orën 7:30, shkurtohet koha e mesëndrimeve dhe reduktohen pushimet e gjata. E gjithë kjo me qëllim që dita mësimore të përmbyllet në orën 17. Duke sqaruar se ora mësimore mbetet 45 minuta, Drejtori i Arsimit nënvizon se programi mësimor mbetet I njëjti, por vendimi nuk gjen zbatim në të gjitha shkollat. Shkolla Ismail Gjemali ka 41 klasa, kërkon kohë edhe pastrim ma të theksuar në çet kohë të shkurt, po duke llogarit edhe daljen e nxënësve që gjithsej janë 1300 në ndrimin e parë, 2589 në ndrimin e dytë, të cilët pranohen edhe daljen. Kjo është e pamundur me bë këtë riorganizim, se duhet me pas staf të riorganizuar për pranimin dhe daljen e nxënësve. Vendimi I Drejtorisë së Arsimit është mirëpritur nga Këshilli I Prindërve në Prishtinë, I cili thotë se kërkesa ka ardhur nga vetë këshilli. Kërkesa ka qenë për prindërve nëse është e mundshme, për arsye se pothuajse një pjesë e madhe e shkollave e përfundojnë mësimin pikërisht në kohën e iftarit, një pjesë e përfundojnë pak më vonë, po pikërisht në ndrimi I dytë në atë kohën e iftarit, kjo ka qenë pengesë për prindë, kanë pa pengesë që është për jetën e tyre dhe normalisht me mirë kuptim. E një riorganizim I llojit të tillë për njohës të çështjeve arsimore nuk shihet si I pazakont. Komunat, shkollat ndrojnë orarin, ripërcaktojnë oraret për gjatë vitit dhe në situatat të ndryshme. Përderisa nuk cenohet kohëzgjatja e procesit mësimor, atëherë nuk gjykojmë që kjo në vetë prezanton ndonjë shkelje ose I dashur të prezantojë ndonjë problem që të merr kaq shumë vëmendje. Por ndryshe e sheh situatën njohësi I kushtetutës Mazlum Baraliu, duke nënvizuar se në këtë vendim ka elemente të shkeljes së kushtetutës. Vetë fakti që nuk është respektuar ligji për punën ose I punës, ku parashihen qarta dhe rregullohen edhe me akte tjera në ligjore, po me ligj po flas fillimisht pushimet, të gjitha llojet e pushimeve, deri te ato vjetore, dhe duke pasur parasysh faktin që dy nenet kushtetutës e rregullojnë çështjen e barazisë së qytetarëve para ligjit, po nuk është dashur të ndodhë sepse ka elemente të shkeljes edhe të kushtetutës, parimeve të saj dhe dispozitave që siç përmenda më sipër, po edhe të ligjit të punës. Pavarësisht reagimeve të shumta për këtë vendim të Drejtorisë Komunale të Arsimit në kryeqytet, Ministria e Arsimit ende nuk ka dalë me qëndrim të saj. Edhe ky sezon turistik dimror është I stërmbushur me turistë në Rugov, por boga mbetet më e kërkuara për shkak të pistës së skijimit që ndodhet atje. Në të gjitha hotelet dhe bujtina gjatë fundjavës është e vështirë për të siguruar akomodim pa aranjim paraprak, ndërsa ditët e tjera të javës janë më të qeta. E rrethuar nga malet të larta, boga edhe mëtej mbetet vend pushimi në çdo stin, e në veçanti këtë kohë, ku qendra e skijimit është përplot. Vizitorët të gjitha moshave, sidomos fëmijët që vinë të organizuar, I japin gjallëri më të madhe kësaj ane. Keni ardhur herët kësaj? Ka 9 ashtu. Kena mbri këto edhe shumë mirë besoj. A ju pëlqej pista e skijimit? Pak rrezik, se u kom pak e rrshitshme, ama përgjithësi kena kalu shumë mirë. Si nga kënaqur nga me shkollë, tepër mirë. A vini shpesh ju këtu? Po, shpesh. Me çdo shkollë vina bile një herë në vit. Shumë mirë, shumë vend I mirë. Vetëm pak nashta rrezik, ama në ekstrem mirë. Gjatë fundjavës, në 13 fshatrat e Rugovës nuk mjaftojnë, as 3000 shtretër sa ka kjo zonë për akomodimin e turistëve. Në vikend, të gjithat janë të rezervume. Nuk ka vende. Tash, ata të cilë vinë pa rezervime, veç kanë dalë me bo një gjiro deri në boga, apo në shkrel, apo në stankaj,
ata mbesin pa u akomodu, është kërkesa edhe më e madhe e klienteljes se sa që ka vende. Ka kërkesa me klientel private, po ka edhe vizitor me grupe, gjithësisht me agjencione të Kosovës, po ma shumë nga Shqipëria. E shtrirë në një pozicion strategjik që ka qasje si nga qytetet e vendit, ashtu edhe nga rajoni përreth. Boga e Rrugovës së Pejës vlerësohet si kryeqendra e turizmit dimror, ku secili vendas pronën private e ka shndruar në bujtin për vizitorët. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.